Partia Socialiste ka vendosur që të jap vetes 3 javë kohë për të studiuar nëse duhet ja heqë imunitetin apo jo, hajdutes më të madhe të certifikuar të tranzicionit shqiptar të 3 dekadave të fundit. Nga ana tjetër, SPAK-u kërkonte me urgjencë që për imunitetin e Ballukut të mos përdoresh më shumë se 5 ditë, dhe jo për tek, po sepse Belinda Balluku ka prova se kërcënon dëshmitarët, se mund të manipuloj të gjitha gjurmët që ajo dhe drejtorët e saj, madje edhe e prori i saj, kanë lënë në të gjitha proceset korruptive për të cilat ajo po hetohet dhe për të cilat ka akuzë. Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk duan më t'ja dinë për asnjë normë të shtetit së drejtës. Janë gati ta mbajnë e ta zvarrisin Belinda Ballukun detyrë e deputetes, e ministres, zëvendës kryeministres, jo për javë, po për muaj, madje për vite. Mirë, populli shqiptar nuk mund ta tolerojë më një situatë tillë. Belinda Balluku do duhej të ishte shkarkuar prej muajsh. Belinda Balluku sot i duhej hequr imunitetin, që të kishim mundësi ne si shoqëri që të vendoseshin përballë provave dhe fakteve se si njëri kaq i rëndësishëm politik ka abuzuar me të drejtën, me ligjin dhe me interesin e qytetarëve. Po me sa duket, Edi Rama ka vendosur që o të mbjetoj bashkë me Belinda Ballukun, o të marrë fund e të bjerë bashkë me Ballukun. Ne si qytetarë do të ç'është e mundur që të ndodh alternativa e dytë, nuk mund të ketë më vend në zyrat e shtetit për politikan kaq të korruptuar si Balluku dhe Rama.